Shojmë pak në këto me në shumë shkurtimisht çfarë shkruaj në shtypin e ditës si sot, 33 vite më parë. Me 11 shkurtin në vitin 1993 në arkivën tonë kemi gazetën Zëri i Popullit, organin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, edhe vjoj me njerë me krye artikullin me materialet që pasurën faqen e parë partitës, sepse gjitha do të kemë mundësi të shohim. Kërkohet sqarim për skandalin financiar, kërkesë për seancë pyetjesh për guvernatorin e bankës. Vijoj me kronike dhemshur për mungesë të ndihmës mjekësore vdes një grua 29 vjeçare. Për mungesë të ndihmës mjekësore vdes një grua 29 vjeçare. Flesh për Ministrinë e Kulturës, Petrit Lulua shet kopër, ka dhe një sqarim, flas në emër të jetimëve, një tjetër material, psikologjia në nështrimit, takim ishtë të burgosurve dhe të internuarve në burgje dhe kampet fashiste të përshëndrimit, vijoj me lajme nga Durrësi, një telefonat që ekspozon dyshimin për autorët e vjedhjes në bashki. Ka oferta pune, Zëri i Popullit në atë kohë kushtonte 5 lekë, ndoshta mund të ketë pasur rritje të çmimit, dhe së fundmi, drejtësi apo pa drejtësi. Gjykata kushtetuese bëri divorcin përfundimtar me kushtetutën, ajo duhet të ndërrojë selin dhe destinacionin e saj. I intervistë e zotit Spartak Ngjela, avokat dhe zënës presidenti i shoqatës së juristëve të Shqipërisë, dhënë redaktorit ton LM Rama, dhënë redaktorit të Zërit Popullar. Gjykata kushtetuese bëri divorcin përfundimtar me kushtetutën, ajo duhet të ndërrojë selin dhe destinacionin e saj. Këtë ka deklaruar Spartak Ngjela në atë kohë, pra avokat dhe zëvendës president i shoqatës të juristëve. Ishte gjithçka në Zërin e Popullit, kjo ishte edhe rubrika Na ishte njerëz që kemi në ekran.